Avokati Saimir Vishaj ka shpallur kandidaturën për të garuar për rolin e kryetarit të Dhomës Kombëtare Vendore të Avokatisë në Tiranë. Lajmin e ka bërë të ditur vetë avokati Vishaj përmes një postimi në rrjetet sociale, ndërsa shprehet se përvoja profesionale dhe angazhimi në institucionet e drejtësisë e bëjnë atë kandidatin e përshtatshëm për drejtimin e këtij institucioni. Me përgjegjësinë që kërkon profesioni ynë dhe me bindjen se avokatia ka nevojë për një përfaqësim më të fortë, më dinjitoz dhe më pranë çdo kolegu, kam vendosur të shpall kandidaturën time për kryetar të Dhomës Vendore të Avokatisë Tiranë. Përvoja profesionale, sfidat që kemi ndarë ndër vite dhe problematikat reale me të cilat përballet çdo avokat më kanë bindur se ka ardhur koha për më shumë angazhim, transparencë dhe një zë më të fuqishëm në mbrojtje të profesionit ton. Besoj në një dhomë avokatie që dëgjon, përfaqëson dhe mbron interesat e çdo avokati në një institucion më aktiv, më funksional dhe më pranë anëtarëve të tij. Kjo kandidaturë është një angazhim për të punuar së bashku, me integritet, profesionalizëm dhe përgjegjësi për forcimin e rolit dhe dinjitetit të avokatit, thuhet në postimin e Saimir Vishaj. Zgjedhjet e përgjithshme për organet drejtuese në Dhomën Kombëtare Vendore të Avokatisë në Tiranë do të zhvillohen të premten e 22 majit, ndërsa procesi zgjedhor nis në orën 9 të mëngjesit dhe mbillet në orën 18 të mbrëmjes. Në këtë proces zgjedhor do të votohet zgjedhjen e kryetarit, antarët e komitetit drejtues të dhomës, gjithsej 11 antar, nga të cilët 4 do të jenë femra dhe 7 meshkuj, si dhe përfaqësuesit e Dhomës Vendore Tiranë për Këshillin e Përgjithshëm të Dhomës Avokatisë të Shqipërisë. Në njoftimin e publikuar nga dhoma, thuhet se kandidatët duhet të shprehin interesin për kandidim dhe të dorëzojnë jo më pak se 48 orë përpara datës së zhvillimit të zgjedhjeve formularin tip për postin që dëshirojnë të kandidojnë. Formulari mund të dorëzohet fizikisht pranë Dhomës Avokatisë të Shqipërisë ose të dërgohet me postë elektronike. Gjithashtu bëhet me dije se në këto zgjedhje mund të votojnë dhe njëkohësisht të kandidojnë vetëm ata antarë të dhomës, të cilët janë pajisur me kartonin e avokatit për vitin 2026 dhe që nuk kanë papajtueshmëri ligjore me ushtrimin e profesionit të avokatit.